Kemi përzgjedhur se kanë ardhur shumë denoncime këtu në Tak-Fak për këtë punën e çipeve. Nëse unë vdes për këto gjëra, ha? 2 persona që ngren akuza shumë të rënda. 2 persona? Në trupin ton kanë futur qipe. Dëgjojeni. Ky plani është plan më i rrezikshëm që njerëzimi do të futet në këtë koloni të këtij çipimit. Ka mikroçipa për gjuhës, që mi ka vënë dikush pa dijenin time. Miq të Tak-Fak, përshëndetje. Në redaksin tonë ka ardhur një denoncim i jashtëzakonshëm. 2 qytetarë pretendojnë që janë në përndjekje, por jo si ajo klasike a këmbakëmbës, por janë në përndjekje nëpërmjet mikroçipave. As ata vetë nuk e dinë cili është duke i përndjekur, pse janë këta të përzgjedhurit dhe kur ka ndodhur kjo gjë. Për ta besuar këtë gjë mjafton të dëgjoni rrëfimin e tyre në vetë të parë. Njëri prej tyre ka mikroçipin në lëkurë, kështu pretendon, dhe tjetri në ndëmball. Quhem Enver Smira dhe kërkoj një denoncim për një rast që mu më ka ndodhur. Sipas shenjave të mia që unë vetë i kam konstatuar, janë më shumë se 35 copa. Çfarë janë këto? Si mund t'i thoni, a mund të quhen qipa, pra çfarë janë? Këto janë 2 lloje. Janë 2 lloje, më shumti. Janë do tolla të gjata, ka gjysmë milimetri, edhe ka 1 centimetër gjysmë gata, plus janë edhe do kokra orizi, jo vetëm forma orizit, po janë edhe më të mëdha se forma orizit. Edhe këto futen me një gjilpan, që thonë shqip, në lëkurën tënde janë pjesë shpuese, operacione, edhe janë shenja që m'japin rrezik, plus edhe në pjesën e mbrapsht të kokës dhe të anës kokës zhurmuese, jashtë mase, jashtë kontrollit. Të mpihet trupi nëpërmjet rrezeve të ndryshme që trupi jot goditet ditë e natë, rëndim trupi i lodhur, nuk quhesh dot i fuqishëm. Nga tjesa, gjaku të rëndohet masivisht në trup. Jam në rasti që ka një problem në lidhje me një përgjigje palishëm që më ka ndodhur ka disa vite rresht, edhe u detyrova, u drejtova dhe emisionit tuaj për gjetur një zgjedhje që në fund të 2019-s, dhe ndjeja këtë ndjesinë që sikur ndiqesha, monitorohesha. Kuptova që në fakt e pas kam në ndëmball në dhëmë. Përgjuesi ka qëllimin që ata më dëgjojnë mua, më dëgjojnë normalisht, mund më ndjekin aku ta diu, domethënë di lëvizjet e mia, kush më dëgjon, por e keqja është që unë ka këto vite i dëgjoj dhe domethënë këtu binda që unë vërtet pas kam domethënë përgjues dhe i pas kam në gojë. Dhe fillova pastaj shkova tek dentistët për një panoramek, ku duket diçka me thënë drejtën. E pastrova të mbushjen, mirë po vazhdonte domethënë problemi. Tu vite mas vite, tu e kuptu se diçka s'është mirë puna, kjo diçka po del pak reale edhe të unë personalisht. Çka po ndodh? Edhe ka gjendja të sot që unë hala, për shembull, nuk po gjej rrugën që ta vërtetoj këtë zotni, pse kam këtë prenën, pse kam këtë shpunën. Unë e kam pa trupin që se kam gjendje të rregullt më, edhe jam jashtë kontrollit. Këto që unë jam në përgjim dhe unë dëgjoj, këto e di shumë vete dhe kjo është e sigurt. Cili individ ose institucion dyshon? Kjo është bërë nga individ të veçantë, dikush që ka qenë interesuar të di mbase për mua çfarë bëja, nuk e di, por që është shkallëzuar kaq shumë, sa kam përshtypje, ka tentuar kaq shumë, sa ka kuptuar dhe gjëra të tjera në emrin tim, në emër të privatësisë time pa dijenin time. Më shkthyer në dhunë më vete të dëgjoj të panjohur dhe mos i jap dot fund. Me thënë drejtën nuk e duroj dot, dua të marr i fund. Këto preken, këto janë forta, preken. Shiko, kjo presion qërë. Kjo është formë bateria, rumullak të vogël është. Unë dua që kjo të shtojnë shumë viktimat të tjera. Emisionin tuaj e falenderoj shumë edhe në mas të madhe.